pikërisht pse populli është një shkallë, minimalisht një shkallë më lartë, se sa më i zgjuari dhe më i bukuri nga të gjithë ju, nuk e ha këtë lloj propagande. E dini pse nuk e ha? Për një arsye shumë thjeshtë. Sepse populli ka një kujtesë edhe bën një arsyetim. Pse nuk ndodhin përpara këto procese? Pse nuk ndodhi përpara që të shikonim dikë me pushtet, që të hetoj, që të vijë në akuzë, që të ndalohej, që të gjykoj, që të dënoj? Pse nuk ndodhin përpara? Pse ndodh sot? Pse ndodh sot? Ndodh për shkakun tënd apo për shkakun e kënetës tënde? Kënetës tënde, domethënë kënetës ku pllaquritesh edhe ti bashkë me të tjerë, verbërisht, kot, pa lidhje, sepse nuk je përfitues i pushtetit të kënetës, nuk je përfitues i atyre milionave që papritur dalin nga barku i kënetës edhe shkojnë për të futur bufin në lavanderi që t'i pastrohet damka e turpit nga balli. Nuk je. Nga i dolën, nga i nëzorën ato 6 milion. Pyes unë. E di ti? Son se di. Apo patriotat. Kështu që kjo teoria që jep dorëheqjen se është ky burg e se është ai burg, nuk funksionon. Fare. Hiç. Zero. Dhe një nga arsyet që Partia Socialiste do marrë rezultatin më të mirë që ka marrë ndonjëherë në drejtimin tim, është fakti se për herë të parë populli shqiptar po shikon një përpjekje serioze për të vendosur barazinë para ligjit, me të gjitha problematikat që mund të ketë. E kam bërë shpesh pyetjen këto ditë, dhe po ta bëj edhe ty. E njeh Altin Dumanin ti? E di kush është? Me siguri e njeh, në kuptimin e njeh. E di se kush është, apo jo? Është një prokuror me integritet, me kurajo dhe me profesionalizëm. Kështu e tregojnë dhe kështu duket të jetë. Unë personalisht nuk e njoh. Por njoh punën dhe njoh faktet. Okay? Që kur ai erdhi në drejtimin e SPAK-ut, lufta për të vendosur barazinë para ligjit shkoi në një nivel tjetër. Ky është fakt. S'kemi çaj themi fare këtij fakti. Tani, e diti që Altin Dumani nuk erdhi nga hëna, as nuk e sollën me aeroplan apo me anije nga ndonjë vend tjetër. E diti që është shqiptar, i lindur këtu, në vendin tonë, dhe në karrierë prej shumë vitesh, nuk e di eksakt sa, do t'informohem që ta marrë vesh sa, po prej shumë vitesh, prokuror. Po pse nuk ja kishte dëgjuar ti Altin Dumanit emrin përpara? Se është një njeri, apo? Ka kaluar tingun, nuk mund ta dyshosh për pislëqe, pavarësisht se këneta është përpjekur t'i hedhë të gjithë llojin e ullumit të saj mbi kokë, atij familjes e tjerë, po